Dadësisht ishmi po guxon shumë Spaku, duke nisur që nga janë disa çështje sensitive e zëvendës kryeministres, edhe pse dua të qëndroj edhe pak tek kjo që nisëm bisedën, zoti Murizi zëvendësohet Angela Gaçi nga Elsonida Rama, ajo e zëvendëson. Po, nuk e di, është koincidencë, por ky shejtan, gratë që merr afër vetes i qellojnë me mbiemrin që ka vet. Nuk e di, kjo duhet të jetë narrat sektie, po e zgjidh qëllimisht ky, ose e ndryshojnë këta shejtan mbiemrin para se t'i ofrohen këtij si ashtu, vjen gjën civile dhe nuk e di, nuk kam njohje për këtë. Për atë që është në vend Vali di që ka punu disa vite në ambasadë amerikane, kjo gjë është. Pse është heq, duhet na thotë kjo e harruara me punë në ambasadën amerikane, Nancy Varhorn, qofse ka në gjabret. Kjo që është kusherinka e Ramës, pra po e abstragoj, nuk e di çfarë profesion e ç'është. Po s'është çfarë e rëndësishme kush vjen, këtu është Rama. Tu asnjë gjë nuk bëhet në këtë vend pa dijenin e tij, asnjë gjë, asnjë tender. Rama në marrëdhënie me Spakun aktualisht, si është? Pa vetë tek Rama, me që më thatë për Spakun, ai që unë kam vëryur dhe kam qenë kritik në deklarimet e mia publike apo në postime në rrjetet sociale është që prokurorët veçantë të Spakut kanë patur qasje me shumë standarde për fenomene të njëjta. Pra, nuk kam më turp për institucion që është ngritur për të luftuar të pandëshkueshmit, edhe u votui 140-0 nga halli, nga të gjithë nukët e politikës, të jesh në nëhetim për shpërdorim detyre apo për shkeljet barazisë tendra, që kjo është kot, sepse as i ministri nuk është kryetari i Komisionit Tendrave. Autoriteti kontraktor i fundit është sekretari i përgjithshëm në çdo ministri. Edhe të mos të kesh hetim pasuror, pra disave jo kanë filluar hetimin pasuror. Të fundit pjesës me kollare ose hajdutëve politik, nëse do t'ju nxjerrë themelin pa bërë hetim pasuror, ju rruan opingat